Një nga netët më të tensionuara dhe të diskutuara të këtij sezoni ka tronditur shtëpinë e reality show, duke kthyer gjithçka në kaos, zëra të lartë dhe pamje që askush nuk i priste. Edi dhe Bia kaluan gjithë natën bashkë, pa fjetur, në një atmosferë të ngarkuar me emocione, afërsi dhe tension të heshtur që dukej se po ziente prej orësh, por ajo që nisi si një natë e gjatë pa gjumë, u shndërrua në një shpërthim të vërtet dramatik në orët e para të mëngjesit. Dolce, e pushtuar nga inati dhe xhelozia, nuk e përmbajti më veten. Në një veprim impulsiv dhe provokues, ajo shkoi dhe i lagu me ujë, duke hedhur benzinë mbi zjarrin që tashmë ishte ndezur. Reagimi ishte i menjëhershëm. Mes Dolces dhe Edit shpërtheu një debat i ashpër, me tone të larta, akuza dhe përplasje që tronditën gjithë shtëpinë. Banorët u zgjuan një nga një, ndërsa atmosfera u bë gjithnjë më e rëndë dhe e padurueshme. Në mes të kësaj skene kaotike, ndodhi momenti më tronditës i natës. Bia, e shokuar dhe e lodhur emocionalisht, u ngrit papritur dhe u largua e zhveshur, duke lënë pas një heshtje të frikshme dhe fytyra të ngrira. Një skenë që do të mbetet gjatë në kujtesën e publikut dhe që pritet të ndezë debate të forta jashtë shtëpisë. Çfarë po ndodh realisht mes Edit dhe Bies? A ishte reagimi i Dolces i justifikuar apo një veprim i tepruar nga xhelozia? Dhe a do të ketë pasoja ky incident për banorët e përfshirë? Një gjë është e sigurt, kjo natë ka ndryshuar ekuilibrat në shtëpi dhe ka hapur plagë që nuk do të mbyllen lehtë. Vazhdimi pritet të jetë edhe më eksploziv.